mund t'i bëjmë, nuk kemi mjetet, dhe i fundit ishte që ne na u desh të shkonim në Turqi, po ata bën një gabim dhe nuk bën holluesin, dhe ai pësoi trumboz në avion. Mbasi u kthem këtu, as drejtësia jonë nuk lejonte që unë të bëja denoncim për spitalin në Turqi, sepse spitali në Turqi që nga i dhëndrit e Erdoganit. Doja vetëm të flisja për të histori, për të thënë që ne duhet të qohemi, domethënë pavarësisht se jemi brez, që jemi munduar aq shumë dhe edhe pse thonë lumë si ju, rinia sot, sa thjesht ai kemi gjërat, por ne rinia sot falë këtij shteti s'kemi asgjë në vit. Por dhe të thoja faleminderit që jeni ngritur dhe unë nuk kam ikur prej këtij vendi jo vetëm prej problemeve që kam babin, po sepse unë gjithmonë mbështetje në sa mundsi kam pasur se kam qenë njerëz të gjakut dhe jo të gjakut që më janë bërë më të dashur se të gjakut. Prandaj duhet të jemi bashkë. Ju dua.